Deklarata e bërë nga bashkëkryetari socialist i Komisionit për Reformën Administrativo-Territoriale, Arbian Mazniku, mbi mundësinë që Bashkia Prenjas të shndërrohet me një njësi administrative të Bashkisë Librazht, ka ngjallur reagime të forta në qytet. Përtej bindjeve politike, qytetarët e Prenjasit shprehen kundër një propozimi të tillë, duke e cilësuar atë si një cenim të identitetit dhe përfaqësimit të tyre. Duke folur para kamerave, një prej banorëve argumenton se Prenjasi nuk ka asnjë lidhje kulturore me Librazhtin, ndërsa thekson se një vendim i mundshëm ka gjasa të sfumojë qytetin e vogël. Unë për vete, unë për mendimin tim, jam kundër. Do të argumentoj dhe pse. Nuk mund të flas për gjitha fushat, sepse s'jam ekspert, nuk jam gjithçka ditës, por flasim për kulturën. Njëherë e para, ne jemi të ndryshëm. Që te tradita, kultura, folklori, veshjet, jemi me një histori të ndryshme. Nuk kemi një lidhje historike. Gjuha ka një dialekt tjetër. Nëse ky qytet do kthehet në një qendër administrative, qytetarët këtu nuk kanë të drejtë më të shohin një aktivitet kulturor? Jo, nuk jam se Bashkia Librazhti do ta sfumojë, jo. Por po të zgjedhim edhe administratorin më të mirë të botës, me ato financa, ai s'mban dot një qendër kulturore. Imagjinoni të mbaj dy. Me sa di unë, në Prenjes nuk ka ardhur kjo dëgjesë. Dhe këtë do ta thosha. Ne nuk na pyeti njeri, a doni të shkoni me Librazhtin apo doni të jeni njësi administrative më vete, një bashki më vete. Kemi një histori, kemi një identitet që ne qytetarëve të këtij qyteti na dhem. Dhe unë diku e kam shkruar, qyteti im është shumë i vogël për të tjerët pa rëndësi, por unë nga ky qytet nuk mund të largohem, se do më duke vetja krejt pa fëmijë. Një banor tjetër e cilësoi idenë për këtë ndryshim si një pjesë e një reforme të përshpejtuar. Zhvillimet që ka marrë qyteti i Prenjasit në kuadrin edhe të viteve të mëparshme, me njësi administrative rreth e tjera, ka qenë një nga qytetet që ka qenë me prodhim industrial, bujqësor dhe trashëgimi kulturore shumë më të avancuar se zonat e tjera. Dhe unë e shikoj që këtë reformë territoriale e propozuar tani e shoh të shpejtuar, por mos thënë kam bërë dhe një status dhe kërkoj disi përgjigje ku janë argumentet pozitive që këtë reformë e cilësojnë që do të bëhet ky lloj bashkimi. Bile unë e shikoj që edhe ardhmja Bashkisë Prenjasit po e marrë që në zhvillimin industrial që mund të ketë ardhmja e industrisë minerare. Mund të ishte shumë më afër bashkimi i zonës një pjesës motrës, po themi të fshatrave Proptish, Ardokale e tjera, që mund të ishin Bashkinë e Prenjasit, sepse edhe sot, edhe në vitet e mëparshme, kanë bërë një si zhvillimin tregtar, si kulturor, si nevojën për spital, urgjencë, ose qoftë për punësim, e kanë pasur në zonën e Prenjasit. E shoh të shpejtuar, për mos thënë që nuk gjej argument që të jetë e formatuar dhe të qëndrojë kjo lloj bashkimi. Sipas një tjetër banori, një ndarje e tillë nuk është e drejtë, veçanërisht prej traditave të lidhura me rajcën. Kjo nuk është e drejtë. Po iku Bashkia e Prenjasit për Librazht, ky vend mbetet si në xhungël. Ujt ik njëra, tjetri ik njëra, po Gradeci tjetra. Kjo është vendi më katastrofë po iku. Prenjasi ka traditat e rajcës, se këtu me rajcën bëhet Prenjasi. Rajca është i fshat me popullsinë, diku nuk e di mirë, po diku te 6.000 banor, 7.000 banor, ky Prenjas me rajcën bëhet. Edhe është gabimi më i madh tek bashkia në Librazht. Kundërshtimi i banorëve është rrirë edhe në rrjetet sociale, ndërsa në qytet pritet të nisë të firmoset gjerësisht një peticion kundër bashkimit të mundshëm të Prenjasit me Bashkinë Librazht.